Po, të dy. Të dy janë pikatur, domethënë spikatur, që prajmin e kaluar Selini. Si u duket Selini? Ka pak arrogancë, se lexova nëpër komente që mendojnë që është arrogante. Pavarësisht se mua më pëlqen edhe vizualisht, po edhe mënyrën se si reagon. Po. Thjesht është ajo mënyra se si e shpreh mendimin, domethënë ka qef të kapet. E vura re edhe tek le të kapen se le të kapet shqyr. Jo, dakor, vazhdoni. Le të kapet dikush. Po, në këtë Big Brother. E lezetshme ajo gjë, e lezetshme. Jo e lezetshme, pikpyetje e madhe çfarë po ndodh me Mirin. Aha. Që fjetën bashk. Dale, fjetën bashk ishte apo bashk fjetën? Shkojnë fjetën bashk, po. Shkojnë në horoskop ato? Peshore me pinjak, po. Ja, peshore me pinjak. Ja, dhe me që ja le than zemra. Dhe me që jemi tek Miri dhe Selin, për të gjithë ata, se i kishim dhe Landin pak më parë këtu për diskutuar për prajmin e djeshëm dhe për Mirin. Ju që nuk e dini, domethënë pikërisht tek videoja që Miri po i ledhatonte flokët Selinit, ka komentuar bashkëshortja e Landit dhe thot Mirit se më falni. 100 herë më falni. Ka komentuar pikërisht bashkëshortja, po ju nuk e njihni me emër, domethënë. Ma jepi pak material. Po, dhe ka komentuar aty Miri më i miri. Ah, okay. Mirë, që ka thënë ajo, jemi dakord. Shumë interesante. Mos është se ato komente shoh që kur thot gruaja mirë bëj çfarë duash. Jo, nuk është ai rasti. Nuk është ai rasti. Unë mendoj që ishte komplet ironike edhe nga ana e Mirit, mënyra se si u sol Selin dhe tha, "I është mosha babai tim?" Dhe i tha, "Po, goca ime." Si gocën time e kam, e kupton se me sa kuptova dhe me sa pash, problemi nuk ishte sa ata po flinin të dy, se nuk ka asnjë gjë të keqe, do flein, mund të flein dhe të gjithë së bashku në një sfidë tjetër të Big Brother ose jashtë. E tha edhe Arbri, kemi flet me njerëz, ke fjetur para një nënë single. Pikë të dytë dhe Miri nuk është 65 vjeç, babai, mas kjo nuk është 12, vajza, kupton. Por ajo që pash ishte vëmendje, pra ata kishin po ishte dhe ledati me flokëve. Tani, kush më kap mua mal të flokëve kështu? Mirë, më base u përdor situatë. Babi im joj. Mua mi kap edhe Niko. Dedi. Mu mi kapi, Niko mi kapi sot. Jo, me unë. Janë shenjat e para të prindërimit. Se nuk e shoh Mirin në fakt me ato lloj shëllime. Jo, të shoh komplet ironik. Ja kuptoj. Ase nuk e njoh Selinin. Është binjak Selinit, zemra. Selini për shembull, mua do më intrigonte edhe nëse nuk do kisha ndjenja, nëse do isha Selin, do më intrigonte vetëm zhurma që po ndodh. Fatkeqësisht edhe mua. Pse jemi kështu në binjak? Vazhdojmë, kë kemi tjetër? Goca nuk e di si na shkon. Po janë gjithata me ju. Po, jemi Lorna se bëjmë part 2. Lorna po? Lorna është dash. Si duket dashi këtë vit? Po